Zonja dhe zotrinj, jemi drejt për së drejti në emision intervista ditës këtu në Dritare Televizion, ku gjithashtu do dalemi sërish tek protesta e cila do të organizohet ditën e sotme në orën 18:00, e cila është protesta e 5 që organizohet në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ditën e sotme në këtë lidhje me protestën, e cila po organizohet në një rend kronologjik në këto 5 ditë, kam të ftuar këtu në panelin tim analisten Mirela Jorgo, të cila kam kënaqësi të taftoj dhe e kam mikë të kajshme. Mirela, kënaqësi që Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi, Mirela. Mirela, si keni parë për këto protestat të cilat po vazhdojnë në një rend kronologjik? Keni parë që janë një nismë e mirë e qytetarëve që janë revoltuar? Me sa po kuptoj, shqiptarët janë të lodhur më nga ajo orkestër ose muzikë e gjithkohës së kësaj opozite, me të njëjtë retorik, dhe tashmë në dritë doli një ngjarje, jo se si ishin të informuar shqiptarët në lidhje me projektin e madh të Ishullit Sazanit, por kjo ngjarja në Zvërnec i dha një shtysë akoma më të fortë. Aty kanë qenë disa aktivistë të shoqërisë civile, të këtyre partive të reja, dhe ngjarja që ndodhi me atë qytetar aty i dha një shtysë revoltës qytetare për të kuptuar që shqiptarët ishte mbushur kupa. Dhe fakti që ata dolën në rrugë thjesht me thirrje, nuk ka rëndësi kush e organizoi, sepse unë shikoj që mediat i mëshojnë fort kush e organizoi, ishin spiun të grekut, ishin spiun të rusit, ishin spiun këta, nuk ka rëndësi se kush janë organizatorët. Organizatorët mund të njihen me emra nga ata që kanë folur aty, po nuk është e rëndësishme kush e organizoi, por rëndësishme është që qytetarët ju përgjigjen kësaj thirrje dhe i mbushën bulevardin. Dhe kjo tregon shumë mirë që qytetarëve u ka arritur aty ku nuk mban më. Që do të thotë ajo kontratë sociale që kanë bërë me qeverinë aktuale, shqiptari ose shqiptarët me këtë lloj qeverie, diçka nuk shkon mirë, diçka po çalon, jo diçka, po pjesa dërmuese e gjërave nuk po shkojnë ashtu siç duhet jenë. Dhe këta ju përgjigjen, dhe mua më vjen mirë që shoh shumë të rinj atë bulevard, shikoj reagimet e shumë qytetarëve, familjarëve të kanë ardhur me fëmijët, dhe nuk bëhet fjalë thjesht për Zvërnecin apo për Pelikanin Kaçurel, siç duan ta paraqesin, thjesht për ndikimin mjedisor. Bëhet fjalë për pasuritë shtetërore, pasuritë publike, të cilat kanë dalë në shitje. Shqipëria nuk është se nuk duan shqiptarët zhvillimin, por pyetja që bëhet, çfarë lloj zhvillimi? Ku është ky lloj zhvillimi, për sa kohë dhe sa të ardhme do ketë ky lloj zhvillimi, dhe a është në të mirë të shqiptarëve, a është në të mirë të kombit, apo është në interes të një grupi të vogël, të atyre që i quajnë se lakohet her pas here oligarka, biznesmena, njerëz të cilët kanë shumë të fuqishëm çështjen e paras, dhe punon Shqipëria dhe shqiptarët punojnë për interesat e tyre. Kjo është pyetja që ngren shqiptarët. Hidhemi te Zvërneci. Unë dua të flas një çik për Zvërnecin dhe duhet të themi që si ndodhi. Kur e morëm vesh në 2024-ën, ngjarjen që Ishulli Sazani do t'i jepej disa privatëve, më vonë doli që ishte Kushner me zonjën Trump, të bijën e Donald Trumpit, Ivankën. Sigurisht që një pjesë e qytetarëve ishin shumë të shqetësuar për të parë që Ishulli Sazanit historikisht ka patur një histori, jo vetëm pjesën strategjike që ka dhe pjesën gjeografike ku shtrihet Sazani, dhe pjesën në të cilën shtrihet kontrolli i gjithë detit mesdhe, e asaj që ne i themi Syri o Trantos, por dhe pjesa e anës turistike. Dhe njerëzit detyrimisht janë bërë kurioz që si ka mundësi që vendoset për Ishullin e Sazanit, t'i jepen një çifti të tillë vajzës së Donald Trump dhe dhëndrit të tij, kur shumë mirë e dim që Biden para se të linte mandatin e tij u lakua për të birin, për Hunterin, për shumë afera korruptive që kishte bërë në Ukrainë, për pikturat e tij, dhe unë mora vesh që këto ditë Hunteri ka dalë me deklaratë dhe ka thënë juve reagoni për pikturat e mi dhe nuk shikoni se çfarë biznesesh dhe çfarë pazaresh bën e bia e Donald Trump me dhëndrin e tij.
Kështu që edhe kjo Amerikë, që ne presupozojmë një vend kaq të madh demokratik, ka brenda elementë të tillë që ne po themi si ka mundësi që lakojnë të bite politikanëve tanë, ku ndërkohë shembulli më të madh na jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po për të mos ju larguar temës dhe për të thënë për Sazanin. Në momentin që erdhin për Sazanin, shqiptarët e morën vesh. Reagimi i shqiptarëve jo se ka qenë pozitiv. Por nga mediat u anashkalua dhe u kalua shumë përcita, shumë sipërfaqësore dhe u la disi në heshtje. Ndërkohë në 2024 u bën disa ndryshime ligjore në lidhje me zonat e mbrojtura. Këtu hidhemi te Sazani, tek pjesa e Zvërnecit. Në këto ndryshime ligjore që u bën, jo se këto zona dolën si zona të mbrojtura, por u bën disa modifikime ligjore tek pjesa e lëshimit të leve ndërtimit, duke u hequr kompetenca bashkive të rretheve, bashkive të komunave rretheve, dhe duke i marrë i përqendruar gjithë kompetencat kryeministrit, duke i marrë KKT-Uja, që i thon Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit. Në momentin që doli kjo pjesa e Zvërnecit, unë kam qenë në djeni, unë kam dalë këtu me kolegët tuaj dhe kemi thonë, edhe unë po t'isha në vend të Ramës, shumë mirë do t'i thosha Ivanka Trump ose kushterit a kushdo investitorit tuaj t'i them urdhëro. Ajo që çalon më shumë dhe që shqiptarët janë të shqetësuar është fakti që ti si kryeministër je administrator i pasurive të Shqipërisë, që do të thotë ti nuk mund t'jesh kaq i papërgjeshëm dhe të mos japësh llogarinë në ç'më mënyrë ti i jep këto lloj pasurish për zhvillim. Shqiptarët nuk janë kundra zhvillimit, ata qindra mira qytetarë që kanë dalë aty në bulevard, por edhe në rrethe, në Vlorë, në Durrës, se janë organizuar. Unë pash dije kishte Vlora, kishte Durrësi, kishin disa rrethe që kishin dalë qytetarët, janë të shqetësuar që çfarë lloj zhvillimi do jetë. Do jetë afat gjatë, do jetë afat shkurtër, ku do t'i shërbej, pse do t'i shërbej, pse duhet të dali sot kryeministri pasi mblidhen dhe kalojnë në situata e agravuar dhe acarohet situata dhe njerëzit mbushin bulevardin dhe ai kërkon tani të japi llogari dhe të thotë që shiko se ne po i zhvillojmë se aty ka vetëm fera dhe nuk është vendi Viçër është. Pishporo, po ta shikosh Narta, Pishporo janë vende perl. Unë në fëmirin time Pishporon e njoh atëherë ku njerëzit nuk dini se ku binte Pishporo. Për fatin tim, sepse një familjar im ishte komandant aviacioni dhe unë si mbesa e tij shkoja dhe vizitoja avionët. Kam qenë e privilegjuar dhe e falenderoj Zotin që ma ka dhënë atë mundësi në Pishporo, unë ku shikoja pyll i madh i pafund. Dhe aty ka qenë fush aviacioni, se ka qenë aviacioni shqiptar. Aty ka qenë një domethënë për pilotat, për plus edhe vllai im i madh ka bërë ushtri në atë zonë aty dhe e di shumë mirë se çfarë zonë ushtarake dhe shumë e rëndësishme ka qenë atë kohë. Flasim për viteve para 90-s. Tashi për këto vite që ne flasim tashi dhe të shikosh këto zona kaq të bukura, kaq të forta ushtarakisht, janë zona që janë hequr ushtrisë, kanë qenë zona prona të ushtrisë, siç ishte Gjiri Limionit në Sarand, që spaku ka nisë, domethënë ka kohë që ka nisë hetimet, po se çfarë po bëhet me atë pjesën e Limionit që ju dhan kompanive private, janë zona strategjike ushtarake që po lëshohen pas një lloj përgjegjësie, pas një lloj llogarie, pas një lloj transparence, pas një lloj llogaridhënie të paktën tek shqiptarët të cilët janë të interesuar për të ditur, se shqiptari nuk është vetëm te buka, te ngrënia edhe te ushqimi, janë gjëra që kanë të bëjnë për të ardhmen e vendit. Është detyrimi minimal i kryeministrit që të jepte një lloj transparence, të paktën ato zonat përreth të ishin organet lokale të mblidhin komunitetin dhe të thoshin çfarë projekti është, sepse në njërin krah zoti kryeministër thotë nuk ka projekt, dhe nga krahu tjetër ai thotë që kushton 4.5 miliard dollar. Më fal, kur s'ka projekt, si është bërë vlerësimi i kësaj gjëje dhe që është në vlerë leku kaq, në vlerë monetare. Tash i hidhemi të paktën në pjesën ligjore çfarë duhet të sqaroj publiku. Kush janë dokumentat bazë që duheshin treguar dhe duheshin bërë transparente nga ana e organeve lokale në lidhje me Zvërnecin. E para, duhet ishte projekti urbanistik. Ka një projekt urbanistik, domethënë kryeministri këtë duhet ta sqarojë, ose këtë duhet sqarojë qytetarët atje që janë në shesh. Ka një projekt urbanistik? 2. Ka një plan zhvillimi? Se kur ka një plan zhvillimi, u thotë, shiko, ka një plan zhvillimi, ka kaluar vërtet ndryshime ligjore nga zonat e mbrojtura në qershor
në maj të 2024-s, dhe me këto nuk është se Zvërneci është hequr nga zonat e mbrojtura, por janë lehtësuar procedura për dhënien e lejeve mjedisore. Do me thënë, edhe si janë hequr, edhe janë hequr, varet se si interpreton. 2. Përse themi ne që hartimi duhet të deleguar për zonat ku do të ndërhyet? Është zonë ndërtueshme, do më është bërë një plan urbanistik, është bërë një studim që vërtet kjo zonë e Zvërnecit, Pishpor, Onartës është zonë ndërtueshme? 2. Sa do t'jetë intensiteti ndërtimit? Do më thënë, ne duhet të kuptojmë këto resorte që do bëhen, vërtet do bëhen, po sa do t'jetë intensiteti, do t'jenë afër e afër, do kenë shumë, do kenë pak, se për thetin u bënami, pse ishe ndërtuar në thet? A i doli me spate, dë gjithë e mbajnë mend të vjetë në këto kohë çfarë ngjarje e rëndë ishte për thetin. Pikërisht para një viti ka ndodhur ajo tragjedia. Pikërisht para një viti ishte njëjta gjë. Ai doli me atë, tha janë ndërtime pa, nuk është në mirë, po prishet pamja e thetit, po pyet më fal, po për Zvërnecin s'mund të ketë gjykim me 2 standarde. 2. A ka një vlerësim mjedisor të projektit? Do me thonë, a jam mbledhur gjithë ekspertët e mjedisit, kanë dhënë një vlerësim për pjesën e gjithë zonës aty për të ruajtur faunën, për të ruajtur bimësin, për të ruajtur gjithë shka që përmbane, unë duke ditë. Për këtë duhet sqaroj kryeministri, mos merremi kush e organizuan spiun ky, spiun ai. Ne duam gjëra të sakta konkrete, njerëzit duan gjëra konkrete. Të bëhet një mision, të ftohet kryeministri, të ketë përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të ekspertëve të mjedisit, përfaqësues nga kategoritë e ndryshme dhe të sqarohet kjo pjesë. Dhe të ketë gazetarë që të bëjnë pyetje, këtë punë duhet ta kishte bërë media me kohë që duhet ta zbarte këtë lloj transparence. Tjetër, konsultimi me publikun që nuk është bërë, është kryesorja. Pikërisht këtë po kërkojnë njerëzit, që pse ne nuk jemi në dieni dhe u vendos ajo sot pash media që thoshtin që është hequr gardi me tela me gjëmba. Okej, po pse duhet të agravonte situata, pse duhet shkonte se nuk është situata se okej, u vendos telat me gjëmba, po pastaj pas heqjes së telave me gjëmba çfarë do bëhet? Do harohet? Nuk do harohet kjo punë. Se të shqipra po bëhet kjo, ku ne s'dim kush janë pronarët e vërtet të saj. Vërtet doli Ivanka, edhe Kushner, Ivanka jepte një përfytyrim ose një përshkrim romantik, ndërsa Kushner ishte më i drejt për drejt, unë kam për takim me kryeministrin në Jak, kam qenë me Filanin, kam qenë me Fistokun, e kemi diskutuar, kam vendosur, domethënë këto gjëra duhet të ishin bërë publike. Nërsa mediat në ato kohë kur ka ardhur Ivanka Trump, mu kam qenë këtu në studiot e Q, dhe është thënë që drekoj këtu, e pritën këtu, e bën gjëra shumë kozmetike të përciptas dhe nuk merreshin me tepin përse kishte ardhur, që çdo bëhet e të tjerë. Tjetër, çfarë dokumenta shtesë duhet kishin? Duhet kishin një raport të monitorimit të ujit dhe vlerësim të ndikimit të biodiversitet. A janë këto të gjitha? Se është dhënë leje, aty thuhet që është dhënë leje. Një, e dyta, aty ka pronarë të cilët janë në konflikt. Ata vazhdojnë procese gjyqësore. Në këta lloj pronarësh mund të bëjë një transparencë, se tash kjo gjë mori për masa. Tash do fillohet të gërmohet dhe gjitha hallkat institucionale që si ka arritur, ka shkuar puna deri këtu. Që do të thotë, hipoteka, çfarë ka bërë? Çfarë regjimi juridik i ka dhënë parcelave? Se aty ka patur parcela që nuk ndërtoheshin sepse kanë qenë pyll, dhe si e ka dhënë kategorinë e parcelave të cilat mund të ndërtohen. Domethënë si e ka marrë kurajon kryetarja e kadastrës, drejtoresha e kadastrës, që e ka bërë zhvlerësimin e statusit juridik të pronës të këtyre parcelave, por të kthyer në parcela ndërtimi. Se i bie nëse ti ke kthyer në parcela ndërtimi, i bie ti ke zhvën sapatën gjithë pyllit atje. Ndërkohë që to janë gjëra shumë të rëndësishme. Domethënë sa shkon ky zhvillim, ka gjë duhet ta marrim vesh. Është zhvillim që do presi hektar të tërë me pyll, apo do jetë thjesht disa resorte do ketë një zhvillim të këndshëm të zonës. Këtë nuk e di, këtë duhet na sqarojë kryeministri, këtë duan shqiptarët ta dëgjojnë nga kryeministri ose nga entitetet kryesore shtetërore të cilat merren me këtë punë. Tashi për kadastrën. Para pak kohësh, para disa muajsh, në janar në mos gaboj unë, u shkri kadastra e Vlorës. Të gjithë e dinë çfarë ndodh me kadastrën e Vlorës. Kadastra e Vlorës, gjithë drejtorët që kanë ardhur te kadastra e Vlorës, o kanë në dorëqet, ose kanë dashur të punojnë, domethënë ka qenë thik me dy presat e në kohën e të ndjerit Artan Lame, ka patur konflikte të tilla, domethënë vlonjatët vetë aty nuk po zgjidhin dot problemin e pronës. Ka patur probleme me pronën në Himar, probleme me pronën në Dhërmi, ka patur probleme me pronën në gjithë Bregdetin dhe gjithë jugun. Po edhe në Sarandë, mos kujtohet se edhe Saranda ka probleme të veta, shumë qytetarë sarandiot, edhe nuk po marrin dot pronat e tyre. Kryeministri del me paketën e maleve.
Më falë, pse duhet të shkoj unë të pakete maleve, ti ma jep atë pronë që unë kam, qofse jam pronar. Pse shkojmë të pakete maleve? Më dëm shpërblej si pas çmimeve të tregut, më jep atë që më takon, dhe shkojmë ne të pakete maleve. Si tash i pakete maleve mua po më duke si 7.000 ose si reforma agrare dikur. Po ta marr ty dhe po ja jep të tjerëve. Ose si 7.501, një lloj, unë mund të them është një lloj 7.501 dhe paketa e maleve. Do vinë njerëz që nuk e dim kush janë, çu do jepe, sepse edhe pjesa e investitorëve strategjik. Thanë investitor strategjik, po brenda këtyre në prapaskenj janë vetë politikanët të cilët kanë para të padeklaruara që i kanë bërë nëpërmjet korrupsionit dhe po i lajnë këto para nëpërmjet investitorëve strategjik. Spaku ka një setimet në shumë sektor, po duam që Spaku vërtet të mos jetë me dy standarde, të merret me qytetar ose me futjen e ca politikane, po t'i futet detin më këmbë, sepse pjesa e Zvërneci nuk është thjesht pjesa e disa shpendve aty, apo e pjesa e faunës. Pjesa e Zvërnecit është gjithë hallkat ligjore shtetërore se si një pronë shtetërore pretendohet nga privati, si të zbarden, si të bëhet transparencë dhe të kuptojnë si jepet një kompanie tjetër. Pra, a janë kryer mbi parcelat e Zvërnecit veprime konvertimi të zërave hipotekar? Kjo duhet zbardur. Këtë duhet na i zbardi i kryeministri ose të marri në interpelancë të flasi para mediave drejtoresha e hipotekës. Drejtoresha e hipotekës të sqaroj mirë se çfarë është bërë. Pse u shkri hipoteka e Vlorës dhe pse qytetarët e Vlorës duhet të shkojnë nga Vlora në Tiranë për të kryer një veprim të thjeshtë me hipotekat ose thjesht kjo puna online. Kjo puna online është shumë e mirë, nuk them se është kjo pjesë e digitalizimit të dhënave. Po nuk se ka siguri, nuk se ka ndonjë saktësi në veprime. Duhet të presësh për një veprim që ti kryen, nuk ka ato. Atëherë, nëse nuk ka tamam saktësi, mund të kesh dhe një rrugë të ndërmjetëm që ti mund ta gjesh edhe të shkosh në hipotekën qendrore. Kështu që këto gjëra jam me qytetarët atje, jam me zërin qytetar, i përkrahta qytetar, se me të drejtë janë pasuritë e vendit. Lajmi tjetër që unë para se të hyja në studio ka qenë që rezerva shtetërore të naftës po jepet një kompanie private po izraelite, se po na del Izraeli në çdo kënd, se unë s'dua të bëhem paranojake, po shumë e çuditshme, që kudo që flasim janë kompani izraelite ose njerëz të cilët janë izraelit. I është dhënë këtij Ron Jefet, i cili është i dënuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga mediat e mora vesh për mashtrim. Dhe ky pas ka krijuar 2 vitet e fundit një kompani, të cilët rezerva shtetërore naftës po jepet kësaj kompanie. Nuk e kuptoj që si ka mundësi gjërat më strategjike të vendit po jepen në menaxhim privatit. Ky shteti jonë, që i themi Shqipëri, kaq i paaftër është të menaxhojë pasuritë e veta mbi dhe nën tokë, se të gjitha po jepen me koncesion. Kjo e rezerva shtetërore të naftës që e mora vesh shumë tash është me afat 20 vjeçar. Po pas 20 vjeç çfarë do në? Aeroporti që është po pa koncesion me afat ishte në kohën e Nanos, u dha me radhë u shty koncesioni dhe tërë jetën do ta ketë privati. Të njëjtën gjë do ndodhi me naftën, të njëjtën gjë do ndodhi me minierat, me mineralet, të njëjtën gjë do ndodhi me hidroenergjetikën, të njëjtën gjë do ndodhi. Atëre mos thuaj që jam shtet. Fare, ti nuk je shtet. Mos festoj 28 nëntorin 2012 si shtet i pavarur. Ti ekziston në hartë si njësi ekonomike. Je thjesht një njësi ekonomike në një vend të Ballkanit, që ty të komandon privati, të jep urdhra privati dhe ne kohë që bëjmë zgjedhje. Në qoftë se këta privatët, këta ndërkombëtarët, këta biznesmenët, këta oligarkët, çfarë do lloj emri ti vësh, çfarë do lloj etiketimi ti vësh, në qoftë se këta janë dhe kanë dorë edhe në emërim të qeverisë, edhe në zgjedhje, edhe në vjedhje, edhe në krim partish politike, edhe në futje në politikë, edhe në qasjen që kanë ata, për gjithçka që kushdo që futet në politikë duhet të shërbejë këtyre, atëherë kohë që flasin për demokraci, kohë që flasin për politikë, kohë që flasin, ne jemi kthyer në pjesën e dikushme që ishin feudalë diku, në atë shekullin e 18-17 që kanë qenë një grup feudalësh, që kishin ekonominë e një vendi e kishin ata, feudalët dhe të tjerët ishin bujkrobër. Atëherë shqiptarët janë kthyer në bujkrobër, por nuk mund të etiketosh tërkohë dhe të theksosh tërkohë dhe të thuash që shqiptarët janë kundër zhvillimit. Nuk jam unë kundër zhvillimit. Këta investitorë të huaj,
qoftë vajza e Donald Trump, qoftë dhëndri Donald Trump, qoftë këto kompani izraelite. Po pse Modriqi Tahaj nuk investojnë në industri, në bujqësi, në sektor të tjerë ekonomi, në kurudha, në këto. Kemi 35 vjet, unë e thash dhe herën e kaluar, ne nuk po bëjmë dot e kurudha. Industri më uzina, fabrika, si që kishim, dërtoj një fabrik të madhe, të prodhohet, vendi Shqipëria të prodhohet. Ne kemi vetëm këtë po mburemi që ne po ngjallim fabrikën, atë uzinën e plumba të armëve në Skrapar, se aty ka që më duket në Skrapar. Atë në Skrapar, atë po pjesën e turizmit që edhe pjesën e turizmit e kaq, do me të ne jemi midis plumbit edhe turizmit. Ndërkohë që Shqipëria është lumë pasurish, lumë mineralesh, është një vend i bekuar me çfarë të doj zemra aty, me çfarë të doj zemra që këta shqiptar mos rrinë me këto rroga të vogla dhe me këto pensione të vogla, por është thjesht një keq menaxhim i jashtëzakonshëm i të gjithë politikanëve, të gjitha ngjyrave të bardhë, të majtë, të kuq, çfarë të duash ti, që për 35 vjet nuk po marrin frymë dhe po marrin po ikin. Dhe ata të rinj, të shikosh fjalimet e tyre në shesh, është vërtet rënqese që ata thonë nuk duam të ikim. Për çfarë do vete unë të punoj për Gjermanin, për Holandezin, për Italianin, për Amerikanin, për Kanadezin, ku unë i kam të mirat aty, jam pranë familjes. Është thjesht çështje keq menaxhimi, thjesht çështje dëshire dhe thjesht mungesë dashurie për vendin. Dhe pastaj këtë retorikën tjetër pastaj. Spioni i rusit, spioni i serbit, spioni i grekut. Nëse është spioni i rusit, jo pak thonë që si ka marrëdhënie qeveria me rusët, që lakohen shumë gjëra. Nëse ka me serbin, disa thonë që ankohen që zoti kryeministër i ka marrëdhënie shumë të mira me Aleksandar Vučić. Atëherë shko pyet Vučić, "Ore, ke futur ti spion këtu të më hidhen kundra meje?" Se s'po e kuptojmë. Nëse ti ke pretendimet e tyre që ke nga greku, më fal, me Mitsotakis ti bëre marrëveshje me detin që unë kam qenë një ndër ato aktivistët e parë që kam thënë për pjesën e ndarjes së çështjes së detit. Dhe çështjen e ke çuar në Hag, ndërkohë që nuk duhet të kishte shkuar atje, po duhet shkuar në një gjykatë tjetër që bën këtë ndarjen e marrëveshjes së detit. Këto janë gjëra që nuk shohin. Nëse do të ishin vërtet kështu, nuk do ishin mbledhur gjithë ata njerëz që vazhdojnë dhe sot, e nesër pasesi dhe nuk e di si do marr. Kjo tregon se situata nuk është e mirë. Kryeministri këtë duhet ta di. Dhe nuk ka nevojë të bëjë retorika, nuk ka nevojë të hedhë akuza, por si lider i këtij vendit është i detyruar të sqarojë shqiptarët çfarë po ndodh me këto plane zhvillimi, që ai mendon se janë në të mirë të vendit, në të mirë të Shqipërisë, atëherë dhe shqiptarët të sqarohen. Thash, të bëhet një transparencë, të ketë një tavolinë me aktivistë që këto dy ishin bërë shumë herë më përpara, të sqarojnë njerëzit dhe të dihet çfarë po ndodh. Dhe kjo të bëhet publike në për gjitha mediat dhe të bëhen dhe pyetje që i shqetësojnë shqiptarët dhe po dalin sot atje në shesh. Mirela, disa nga komentet që janë në disa portale kemi vënë re që disa mund të shprehin që kjo protestë e vlerëson dhe si protestë partijake. Sa qëndron kjo? Po çfarë rëndësi ka partijake? Mua nuk më thon shqiptarë. E ngjyrosin politikisht. Aty ka gjitha llojet e rrymave. Nuk është problemi, duke qenë se aty është me qindra qytetar. Nuk mund t'i vësh ti një ngjyrim që është partijak. Çdo gjë është partijake. Çdo gjë është politik, çdo gjë është partijake. Po ç'rëndësi ka? Aty ka. Po të partive të reja, aty aty pash dhe të LGBT-s unë që kishte. Po s'do thotë që këta janë të LGBT-s edhe nuk u dhëm fjala bie, nuk kanë ndjesi ata për shkakun se çfarë bëjnë për pas. Mund të jetë LGBT-s, po mund të ketë ndjeshmëri për vendin e tij, pavarësisht atë orientimi seksual që mund të ketë. Se tani jo po këta ishin të këta, jo po parë më thënë nuk është për të paragjykuar një, po shqyrë që po protestojnë. Opozita po thot nuk po i mbledh dot 5 veta për të protestuar, ka një vit atje që po bën foltore në bulevard dhe nuk i mblidheshin. Më shumë ka orkestrus se sa njerëz që duan të kërcejnë dhe duan të dëgjojnë ato lloj orkestre. Kështu që po mblidhen. Tashi mua më vjen keq për njerëz të PD-s aty që dalin publikisht dhe thonë lloj etiketimesh për protestuesit. Nëse janë familjar, janë nëna me fëmijë, po ti shikosh, janë baballar, kanë marrë fëmijët e tyre. Policia duhet të jetë shumë e kujdesshme. Unë e pash dje ata kanë nxjerrë autobotët me ujë për të shpërndar protestuesit. Jo, protestuesit është e drejtë e tyre të sqarojnë çfarë po ndodh me resurset e vendit. Edhe një diçka tjetër. Ne jemi i vetmi vend në Ballkan që jemi të mbytur në naftë. Vendi jonë është naftë e gjallë.
para ca kohësh, para disa vitesh, zoti kryeministër tha dalë se do ha me Lu Floriri se Shpiraku ka nxjerr naftë të rim ne të jetojmë në Florinj, këtu e 7 breza me radhë. Pastaj doli, jo po falimentoi, jo po. Ndërkohë që informacionet që un kam, është një zonë në Patos, që quhet ajo lloji naftës që del aty, s'ka nevojë as për puse, del nafta me rubinet. E kupton çfarë vendi jemi neve? Edhe ne e blejmë çmimin e naftës kaq shtrenjtë. Kush po na i shfrytëzon naftën e? Kush po na i shfrytëzon kromin? Kush po na i shfrytëzon qymërgurin? Kemi patur gjithë ato miniera. Gjithë ato miniera, industria e rëndë e Shqipërisë ka qenë e paparë. Të shi si dal kemi ne tash, këtë se kemi, po na investojmë vetëm në resorte. Po tokës po e marr dot unë më. Po nuk po e marr dot unë që mund të jem pronar. Po e marrin këta. Këta po e marrin, këta po bëjnë ndryshimet në thonjza juridike të statusit të pronave të parcelave, nëpërmjet duke përdorur këto drejtoreshat e hipotekave, hajt një drejtoresh, një drejtoresh, gjitha këto drejtoreshat të reja këto. E kam për karrierë në moshë të re. Të gjitha të reja. Ke ndonjë adape që ti është ndonjë juriste tamam që të ketë vite punë. Të gjitha ka këto. 30 ca vjeçare nga bankat e shkollës e kupton ti këto, edhe ato shkresat kur i firmosin. Tash i të vij spaku, do të hetoj, filloj me hipotekat. Aty është thëmbra e akilit. Ajo e sqaron pastaj shumë mirë, e bën transparencën e regjimit juridik të pronës të tokës, edhe nxjerr në pak kush janë pronarët e vërtet, si do jetë plani i zhvillimit, si do jetë leja mjedisore, çfarë ndikimi do ketë në mjedis, çfarë mjedisimi do ketë në ekosistem, edhe sqaroj njerëzit, nuk ka arsye pse të dalësh. Jo po pash ato gurët e shikoj si është i papastruar vendi, nëse është i papastruar vendi, zoti kryeministër, të lutem, është detyrë bashkive. Është e detyrë e Këshillit Bashkiak të zonës të qarkut aty. Çka kanë bërë? Kanë fitur gjumë. Kanë marrë lekët nga taksat e vlonjatëve atje edhe nuk janë marrë me zonën për ta zhvilluar. Zhvilloj Butrintin, zhvilloj Gjirokastër, zhvilloj Beratin, ke zona turistike pafund. Unë marr vesh që edhe arsimi i është dhënë në dorë AADF-s. Shoqëria Fondacioni Amerikan për Zhvillim i ka marrë të gjitha AADF-ja. Merr AADF-ja, merr Durrësin. Ti ju e dini shumë çka kanë bërë për Velierën në Durrës, Namin. 3 vjet brit gjykata sikur e kisha Velierën e kisha çifligun e babait tim, duke shkuar sa ande këtej. Kur ai muri bizantin i kohës së perandorit Anastas është gjurma më e fuqishme që tregon çfarë ka qenë Durrësi. Të gjitha janë varrosur në beton. Historia nuk fillon në 2013 kur erdhi rilindja. Jo, historia shqiptare ka shekuj dhe kjo histori nuk duhet mbuluar dhe nuk duhet ngritur dhe betonizuar në emër të betonit, se është shumë e rëndë. Shqipëria ka qenë, ore le ta thonte metalje, shkëm graniti, po ka qenë shkëm graniti, sepse kishte seza një ishull kemi ne. Greqia ka 140 ishuj. Një ishull nuk arrim dot ta menaxhojmë neve si shtet. Edhe më flet thuam në emër të zhvillimit, po menaxhoj, pa ai është shtet. Pse e hajnë atë me Serbin, me Greqin, me fqinte tu, me Rumanin, me Bugarin? Menaxhojmë më vendin. Pse preti të vi një i huaj në shtëpinë tënde të menaxhojë ekonominë tënde se si je i zotit, je i paaft. E si puna ti zotit shtëpisë që gjithë ditën pi, gjithë ditën los bixhos, gjithë ditën e vjedh familjen e vet edhe i thot dajos ose një njeriu, një komshir, hajde do vish ma menaxhosh ti se si jam i zoti unë? Atëherë nuk je shtet. Mbaroj filmi, thuaj që s'jam shtet, jam njësi ekonomike dhe mos u revolto pse ata njerëz dhe familjar dalin atje. Gjithë ato para që kalojnë për gjithë këto resorte, e gjithë këto në emër gjasëve të zhvillimit të planeve të tilla urbanistike, rrito një çikë rrogat e mësuesve, figurën e mësuesit e kesh bërë fare, arsimi është kryesori, rrit rrogat e mjekëve, rriti rrogat, po hajt për pensionistët që s'po mendon fare, sepse janë pensione shumë të vogla. Kështu që është e drejtë e atyre qytetarëve, le ta organizoj kush të doj. Ata qytetarë që kanë shkuar aty janë qytetarë që u dhëm shpirti. Domethënë, Zvërneci ishte një shkëndijë e vogël, për të bërë llogarinë e gjithçka që ka ndodhur gjithë këtyre vite, dhe nuk është për të paragjykuar ajo protest. Mirela, mendoni se qytetarët shqiptar po japin mësimin e merituar qeverisë gjatë këtyre protestave që po organizojnë? Unë nuk e di si do shkoj situata, po nuk e shikoj situatën të pozitive. Dhe fakti që kanë folur dhe mediat e huaj kanë folur shumë. Tashi një nga mediat, nuk e di se unë e kam vënë dhe në rrjetet e mia sociale,
fliste që presupozohet ishulli Sazani të kthehej si një ishull i Epstein. E ka thënë me zë me figurë, më duket media amerikane. Ishulli Sazani. Po, e kam vënë në rrjetet sociale. Po, ta vënë në gjuhën amerikane, ta dëgjoni, e kam në rrjetet sociale. Flasin mediat e huaj. Tash si është e vërteta? S'pas kemi ne të drejtë si shqiptar të dëgjojmë çfarë po bëhet. Kjo është shumë tronditse. Është tronditse për kupton kush i di planet e fsheta të këtyre që quhen kompanive private që po marrin. Dim ne se kush fshihet pas tyre, nëse dim. Shqiptarët këtë po kërkojnë. Transparencë, kërkojnë informacion dhe kërkojnë të jenë të sigurt në vendin e tyre, të kenë sigurt të ardhmen e fëmijëve, të kenë sigurt jetën. Nuk bëhet fjalë pse Shqipëria nuk do jetoj vetëm sa kohë të jetë kryeministri Rama, edhe 3 vjet, 4 vjet ja dhe një mandat. Shqipëria ka rojtur e do rojtë me shekuj dhe nuk kanë qenë burra më të mirë ata që kanë luftuar për Shqipërinë. Me pushke pen për më bëndhen, thoshtin dikur. Kështu që është e frikshme kjo që po ndodh. Duhet të jepet llogari për këtë gjë. Gjithë instancat shtetërore të japin llogari. Spaku me këtë punë të merret. Në qoftë se Spaku pretendoj që është investim amerikan dhe ka ardhur për luftuar korrupsionin, urdhro vlla, cili në dritë të gjitha faktet. Si është bërë regjimi juridik, çfarë po bëhet me pasuritë dhe resurset tona? Unë Manastir kam bërë 30 e ca vjet plazh atje. Ka qenë plazh i Virgjër, ne futeshim, ka qenë një shteg, e ishte natyrë e Virgjër aq e bukur, si në ato filmat western, me shkëmbinje, me ato gjëmbaçët, me ato fiqte e detit, një bukuri e rrallë, domethënë ishte si ishulli në për filmat hollywoodian, domethënë një panoramë fantastike. Kur e kanë parë atje kanë thoni, jo po kanë dalë pronarët. Ore po ku kanë qenë këta pronarët dhe se po na çudisni, pronar më shkëmbi në det, pronar. Po çoben dhish ka qenë më. Kanë shëtitur kanë ato bagëtin atje dhe kanë marrë në kohën e Turqisë, kanë dalë atje ku i marrin vesh ne, ku i dinë arshivat e shtetit e din shumë mirë se çfarë po ndodh atje. Pronar këtu, pronar këtu, pronar. Pse që Shqipëria pas ka patur kaq shumë pronar? Unë s'jam kundra pronës, unë këtë po them ti kthehet prona të Zotit. Por jo, po ça pronash ka? Se nuk po themi se po dalin pronarë edhe të detit, edhe të rërës, edhe të shkombit. Pronar këtu, pronar atje. Të zbardhin këto gjëra. Kjo duke qenë se janë në hije dhe janë bërë palaçolloqe plot nëpër kadastra, edhe nëpër fletat e arshivave, edhe nëpër këto fletrat e regjistrave, sot abuzohet dhe thot doli pronar ky, ka të drejtë ky, jo po e ka pronar, jo po në emër. Ky është abuzim total. Abuzim total. Spaku për këtë punë, i bëj thirrje Spaku, të nisi hetimet, të marri vesh si janë bërë transformimi i regjimit juridik të pronave, të këtyre pronave të paktën që po bëhet gurguleja në Bregdet, se Bregdeti po bëhet nami. Por Bregdeti po bëhet nami. Ne na vjen keq. Unë zvërnec një herë në vit punë të vete. Nuk kurse kam ndonjë preferencë. Po dhe kur vete kënaqem, kur shkoj vizitoj atë manastirin atje, shikoj atë vendin aty me atë rërën e bukur. Vendi i bukur është, me ato që ka bërë natyra, me pyllin, me edhe ato ferat e vogla, edhe ato fauna atje është e lezetshme. Është një bukuri që e ka bërë Zoti atë lloj bukurie. Tash në emër të zhvillimit ne nuk e dim se çfarë zhvillimi është. Nuk kemi kundra zhvillimit të bëhen. Po të ngrihen ca shtëpira drurit, tash beton. Nuk e kuptoj. Mirela, ke ndonjë mesazh për të dhënë qytetarëve shqiptarë më saktë protestuesve që do të mblidhen sërish të ditën e sotme në orën 18 për të marshuar? Shqiptarët të mblidhen sa herë të doj shpirti tyre, sa herë mendojnë se ka padrejti dhe për sa kohë në këtë vend nuk funksionojnë sindikatat, për sa kohë në këtë vend nuk funksionon ligji për referendumet dhe për sa kohë në këtë vend nuk zbatohet ligji i transparencës të këtyre planeve zhvillimi, shqiptarët të mblidhen jo një herë, 100 herë të gdhin aty me kalamaj, të marrin gjithë fise fare aty me dyshek derisa të rregullojë legjislacioni për reagimin dhe për respektin qytetarë që u takojnë, sepse ky vend është i shqiptarëve, nuk është i 5 politikanëve që janë atje dhe kërkojnë të bëjnë ligjin ata. Jo mërzotri, ti je administrator, që do të thotë në momentin ti nuk arrin të administrosh këtë lloj këtë lloj vendi, këtë lloj Shqipërie dhe kërkon nuk jam i Zoti unë të më vini i huaj të ma bëj, atëherë jep, dore i qenë ka të tjerë, ndoshta janë më të mirë të tjerët, për ta provojmë të tjerët. Nuk është e thënë jetë e mod duhet të jesh atje, të vdesësh në një vend. Të shoj vendin, okej, edhe njerëzit të zbuten disi, të kuptojnë se ndoshta mund të vi dikush tjetër të ketë plante të tjera. Në qoftë se ti, si administratori vendit, je pengu i disa pazareve që mbrapa të komandojnë të tjerët në prapa sken,
ma vjen keq, Zoti të më shirofte edhe pas të më shirë për ty se vërtet aq e hallit. Nuk e çat bësh. Por problemi është se po dëmtohemi ne si popull, si vend, që të po detyrojnë kalamajt ikin edhe fëmijët tan, po ikin marrin rrugën e migracionit që nuk është normale. E kupton që unë të shikoj fëmijën të flas në WhatsApp, ta kem fëmijën vetëm në online dhe nuk mos e kem fizikisht këtu të kem nevojë për të, nuk është normale. Kështu që shqiptarët e kanë kuptuar lojën politike, shqiptarët tashmë po zgjohen, mendoj se po zgjohen, nuk e di si do ve situata, por situata nuk është e mirë. Fare nuk është e mirë, nuk është më ashtu siç kanë menduar shqiptarët dhe menduan në 90-91 me çekun e parë të amerikanëve. Se do t'u ashtonte Amerika kështu, me tapet të kuq. Amerika të shqivet e thot, do ngrica resorte. Pse më? Amerikani ti, hajde ndërto sa fabrika uzina, hajde hap sa fronte pune, se nuk kemi nevojë as për pastrus, as për babysitter, as për kamarier, as për banakier, as për barman. Ne kemi nevojë tamam të zhvillohet vendi, nëse je vërtet aleat ynë strategjik. Mirela, ju keni marshuar në bulevardin dëshmorët e kombit? Unë dalë në çdo lloj proteste, por në këtë protestë po dola një ditë e pash. Goxha, kishte një shumë. Goxha masive. Po, ishte shumë masive dhe ajo që më bëri përshtypje kishte fëmijë shumë, kishte familjar me, domethënë baballar, nëna me fëmijë dhe kishte shumë të rinj. Domethënë 80% e protestuesve ishin të rinj. Kjo është një diçka shumë e mirë. Është e mirë për reagimin qytetar, por nuk është e mirë për situatën në cilën ndodhemi, sepse po tregohet se diçka nuk po shkon në këtë vend. Dhe kryeministri mendoj se duhet mendoj mirë kur del me deklarata dhe duhet ta peshoj mirë situatën. Nuk është më si protestat e dikushme që bësh një protestë shuaj, bëj ajo e çmimit të naftës, nuk e di si do shkoj, por i shikoj kudo që flas, edhe në rrugë që flas me qytetarët të thjesht, u ka arritur në majtë undës, nuk durojnë dot më. E kuptoj. Sepse po i shikoj një klasë shumë e vogël njerëzish po pasurohen shumë, kanë siguruar 27 breza, ndërsa 80% të shqiptarëve me zi e ngrysin muajnë edhe punojnë pa hequr, pa kursyer, domethënë në standardi i jetesës shumë i ulët. Nuk kursejnë dot, me atë rrogë që merr nuk arrin dot të kursesh. Nuk arrin dot të plotësosh të paktën nevojat kulturore të tuat, le për gjëra të tjera, të bësh pushime apo ku diun. Kështu që këto investime që bëhen të bëhen, po të bëhen edhe në sektor të tjerë, jo vetëm resorte, beton. Mirela, unë të falenderoj dhe shumë kënaqësi të pata ditën e sotme këtu në Dritare Televizion në emisionin tim Intervista ditës. Ne do të mbetemi sërish së bashku në kontakt për tërhet e fundit që do ndodhe rreth kësaj proteste, se është vërtet diçka e cila ndryshon nga momenti në moment. Diçka e cila nuk ka një moment që mundet të parashikohet. Shumë faleminderit edhe një herë Mirela dhe kënaqësi të pata. Faleminderit dhe juve, faleminderit. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të intervistës së ditës dhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju lutem qëndroni në orën 18:00 ku do të transmetojmë drejt për së drejti protestën e cila do të organizohet ditën e sotme, protesta e 5. Ju falenderoj dhe ju ftoj të bëni subscribe në Dritare Televizion dhe në kanalin YouTube të Rudina Xhungës. Faleminderit.